Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për të ndihmën të falë kërkojmë. Lavdata të bekimet të Allahut, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërru Lazar, jemi sonë të takimin e radhës, jemi me surën e radhës, pasi që në takimin e kaluar kemi përfunduar, alhamdulillah, komentin e surës e Shams. Sonë të vazhdoj me lejnë Allah Gjallahu Ala me surën vijuese, e cila është surja e Lejl. Surja e Lejl është surë që sonë të me lejnë Allah do të trajtojmë, dhe është një surë e cila fletë për një realitet të rëndësishëm, dhe kuptimi kryesor dhe elementar i kësaj sure është një realitet që në kuptimin teorik të gjithë e dinë, por në kuptim praktik pastaj shumë nga njerëzit dështojnë. Kjo sure e Mekës dhe i ka 21 ajete, apo 20 ajete, varësisht nga dietarët si i kanë murur ajetet. Nga njerë ndodhë që brenda surës të ketë disa mospajtime rreth numërimit të ajeteve, për faktin se disa dietarë numërojnë ajete në mënyrë të caktuar dhe disa në mënyrë të caktuar. Kjo është çështje që nuk na përket, mirë po kam përmendur disa që i ka 20 e disa që i ka 21. Në musafin që kemi ne i ka 21 ajete dhe sikur që përmendën është sura e Mekës. Kjo sure fillon me betim, sikur se ishte edhe surja më hershme, surja e Shams. Mirë po, kjo sure nuk fillon në betimin e saj, sikur që ishte surja e Shams. Për shkak se surja e Shams ka filluar duke betuar Allah xhallahu ala në diellin, ndërsa këtu betimi është në natën, në errësirën. Dhe dietar kanë përmendur disa dallime apo edhe lidhje mes surës e Shams dhe surës e Lejl në kuptim të betimit, po edhe në kuptim të përmbajtjes. Disa kanë thënë se surja e Lejl ka zbrit para surës e Shams. Dhe duke qenë kështu, Allahu te barekuhu ve teala fillimisht është betuar në natën, duke aluduar në errësirën që në të ishin Quraysh të Mekës, për të treguar begatinë dhe mirësinë e dritës që Allahu xhallahu ala e dërgoi me të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Disa e kanë lidhur, domethënë me përfundimin e errët që Allahu xhallahu ala ka përmendur, të atyre që nuk kanë marrë mësimet e atij realiteti rreth të cilës sillet kjo sura. Allahu xhallahu ala betohet këto në disa krijesa madhështore të tij, dhe betimi i tij është i ndëlidhur, sikur që thash, me një realitet i cili në kuptimin e shtjellimit dhe kuptimin e njohurisë këtë njerëzit kanë të qartë. Realiteti ka të bëjë me dallimin e njerëzve dhe me angazhimin e tyre në jetën e kësaj bote. Njerëzit të ndërruar dallohen në pika të shumta mes vete. Po cila është realiteti i këtij dallimi mes njerëzve? Realisht njerëzit ku dallojnë? Flet kjo sura. Dhe Allahu xhallahu ala thot inna sa'yakum la shatta. Me të vërtetë përpjekjet, angazhimet e juaja janë të ndryshme, janë të lloj-llojshme. Po në bazë të përpjekjeve, angazhimeve, punëve dallojnë njerëzit. Mirpo Allahu xhallahu këtu nuk na tregon për diçka që na e dim. Ne e dim që njerëzit kanë punë të ndryshme. Prandaj ky realitet nuk na treguohet në kuptim të një njohurie që njerëzit e dinë, po në kuptim të rezultati që njerëzit nuk kanë vetdije të mjaftueshme për të kujdesur për të. Për shembull, shumë njerëz bëjnë veprime të saktuara duke u nisur nga pjesa formale e veprimit, nga pjesa jashtme e veprimit, por duke mos shikuar në rezultatin e veprimit. E kjo sure flet edhe për veprimin dhe flet për rezultatin e veprimit, që do ta shpjegojmë inshallah në ndërkohë. Andaj në këtë surë Allah xhallahu betohet
Dhe është nga sure që i kemi trajtuar më herët betimet e Kuranit, kemi thënë se Allahu xhallahu ala betohet në atë që ai don. Dhe Allah betohet si don dhe për çfarë ai don. Dhe në këto betime shpërfaqet madhëria e Allahut te bareku dhe madhështia e tij në atë që ai betohet. Pasi ai betohet në krijesa madhështore që njerëzit duhet marrin mësim prej këtyre krijesave. Allahu thotë wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Wal layl Allahu betohet në natën, por betohet në funksionin e natës, e që është mbulimi. Nata kur vjen mbulon tëra që duket. Prandaj kur bie nata mbulon krijesat, mbulon pamjen. E Allahu xhallahu betohet në këtë funksion të natës, wal layli idha yaghsha. Pasi Allahu betohet në ditën, wan nahari idha tajalla. Dhe Allahu xhallahu betohet në ditën kur ajo shfaqet dhe kur ajo i shfaq gjërat. Do nata i mbulon, ndërsa dita i zbulon, mundson pamjen e gjërave të ndryshme në jetën e kësaj bote. Betimi i Allahut xhallahu në natën të ndruar dhe në funksionin e natës ka disa kuptime të rëndësishme që duhet pasur parasysh. Fillimisht betimi në natën këtu është fillimisht betim edhe në ditën, është betim në krijesat e Allahut xhallahu ala që ne në vazhdimsi i shohim. Dhe se ndryshimi i tyre i vazhdueshëm neve na aludon në ndryshime të shumta që ndodhin në kosmos dhe në jetën tonë. Andaj nga një aspekt, ndryshimi i natës dhe i ditës është argument i fuqisë së Allahut xhallahu ala, por nga aspekti tjetër është inkurajim për çdo njeri i cili është në telashe, në probleme se ndryshimet ndodhin, nuk ka mundësi jeta të jetë në një situatë edhe një formë. Veçanërisht kur kemi parasysh se kjo sure ka zbrit në Mekë, dhe se gjendja në Mekë ka qenë e tensionuar dhe ka qenë ngarkuar. Andaj Allahu xhallahu betohet se ai që ka mundësi me ndru natën dhe ditën, ka mundësi me ndru edhe gjendjen e juaj në Mekë. Prandaj kërkohet për kushtim dhe mbështetje dhe mendim i mirë në Allahun te bareke ve taala. Allahu xhallahu kur betohet në natën dhe ditën, betohet në këto krijesa të mëdha që domthonë ndryshimi i tyre është i vazhdueshëm. Nuk është i ka paskashëm. Domethënë Allahu xhallahu ala ka mundsuar që vije dita, pastaj nata, pastaj kështu me radhë. Nuk është për shembull 5 ditë të javës, ditë, pastaj për shembull natë, pastaj ka ardhur me rregull. Dhe sikur se kemi në surja e Shams, në gjitha këto që Allahu betohet në krijesën e tij tregon fuqinë e tij, dominimin e tij dhe rregullin që sundan në atë që Allahu ka krijuar. Për të na mësuar neve që të marrim shembull nga këto krijesa madhore, si e respektojnë Allahun te bareku, si i bindën Allahu xhallahu ala, dhe se gjithçka funksionon në bazë të një rregulli. Prandaj edhe shpalla që Allah e ka dërguar për rregull, e ka dërguar Allahu xhallahu që ju bën pjesë të këtij sistemi të përkryer të funksionimit kosmologjik. Dhe këtë njëri ka mundësi me pa në vazhdimsi, nga se po të ishte kjo në situata, apo të ishte kjo për shembull në forma periodike, nuk do të kishte mundësi që të merr mësim. Për shembull, nëse kishte më qenë një javë ditë, pastaj një javë ditë natë, ndryshimi do të ishte domthonë i pa ndikim të njeriu. Për shkak se do të bëhet një javë ditë, për shembull kon ditë, njëri ambientohet, pastaj natë ambientohet. Ndërsa kjo jam e kuptuar se gjithçka është në ndryshim e sipër. Prandaj edhe në aspektin e ndryshimit që përmenda sistemi dhe rregullit, po edhe në sistemin e ambientimit. Njeriu në këtë dunja nuk duhet të ambientohet me dunja, nuk duhet të rrënjohet në dunja, por duhet të jetë në ndryshim të vazhdueshëm, me që ai është proces i ndryshimit të pandalshëm, pranoj apo s'pranoj. Prandaj që ndron dita dhe nata, edhe na ndryshojmë. Kuptim të moshës, kuptim të bindjeve, dhe në kuptim të proceseve të tjera të imponuara nga Allahu te bareku, si ligji i tij, por nga kjo marrim mësim edhe për ndryshimet tona të vazhdueshme, që çdo ditë jemi ne më mirë e kështu me radhë ata. Betimi Allahu xhallahu ala në natën dhe ditën, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla, gjithashtu ka edhe mësime tjera. Nga ato është se Allahu xhallahu ala kur flet për natën e përmend funksionin e natës në kohën e tashme, ndërsa kur flet për ditën flet në kohën e kaluar. Wal layli idha yaghsha dhe nata kur mbulon, përmend në kohën e tashme, që në kupton një proces të vazhdueshëm, jo të menjëhershëm. Ndërsa kur flet për ditën, Allahu wan nahari idha tajalla, nuk thot je tajalla. Nuk thot Allahu xhallahu në kohën e kaluar,
në kohën e tashme, por e përmend në kohën e kaluar. Çka nuk kupton këto dallime të përdorimit të dallimit të kohrave në natën dhe ditën, pse edhe nata dhe dita janë të njëjtën kohë. Po mënoj nata mbulon, pastaj dita zbulon. Ka ardhur dita në kohën e kaluar, ndërsa funksioni i ditës në kohën e kaluar, ndërsa funksioni i natës në kohën e tashme. Për çfarë arsye? Për faktin se Allahu xhallahu ala na tregon përmes natës dhe ditës gjithashtu edhe ndryshimet që kanë bëjnë me errësirën dhe dominimin e saj dhe dritën dhe dominimin e saj një njerëzve në një kuptim të vërtetës dhe të pavërtetës. Nata të ndrozën e keni pa, kur vjen nuk vije për një herë. Nuk errësohen gjërat për një herë. Ke pa bie akşamin, na fal më akşam, po prap të sheh. Nuk po flas për qytetin e ndriçuar, po shkoj edhe kudo qoftë, nëse edhe në mal, për shkak ku s'ka ndriçim fare, nuk ka ndriçim fare, ti shesh që nata bie dal ngadal. Nuk bie për një herë që të errësohen gjërat për një herë. Mund të shkon gjysmë ore pas akşamit dhe ende domon është një lloj mbetje e ditës, nuk është dominim i menjëhershëm i natës. Për dallim nga dita, dita del menjëherë. Si të lind dielli, e keni pa 10 minuta i ka ngritja e diellit dhe menjëherë ti mundesh mu fal për shkak se ka lind dielli dhe menjëherë duken gjërat. Për shembull, mes natës së errët në fundin e saj dhe linja e diellit në fillimin e tij ka dallim drastik të madh atë. Nuk shkon më të përshkallëzuar. Dhe këtë vreni është e qartë atë. Nëse del për shembull në fund të natës para se me dal sabahu, shesa është e errësuar. Posa fillon të ndriçohet shumë shpejt, pak minuta dhe e tërë bota mbulohet me ditën, po më ai pjesa ku ndriçohet nga lindja e diellit. Këtë ndryshim e kam përmend dietarët se një nga dobit është se e kota kur dominon nuk mund të dominon vetëm me njëherë, shkon gradualisht dal ngadal. Nga se ka fuqinë e përjashtimit të së vërtetës aq të madhe saqë me njëherë më e përjashtuar. Mbeten drita, mbeten pjesa të asaj që është e vërtetë. Ndërsa kur vije e vërteta, apo e përjashton me njëherë të kotën. E përjashton nuk lën asnjë domthon element të ekzistimit të saj në vendin ku dominon e vërteta. Për shembull, të ndërlozur kur ka ardhur Ibrahim alayhis salam me tauhidin e pastër deri në përhapjen e idhërisë në Mekë, në gadishin arabik, kanë shku vite ato. Mirë, po kur ka ardhur dhe domon është dashur me 100 forma me i bind njerëz që ti binden frymës së re. Ndërsa kur ka ardhur Kurani, a ka lënë një mundësi që të mbjeton ideologjikisht e pavërteta, s'po flas ushtarakisht në betejë, por ideologjikisht e ka rrezuar me njëra. Me faktin si ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë demaskuar të gjitha predimit e dietarëve. S'ka më diçka që njerëzit në pas mundësi për shembull me ditë se ç'është e vërteta, janë bind me njëra. Përveç atyre që kanë pas ngarkesa, paragjykime, kalkulime të caktuara, të interesave fsharake këta janë të tjerë. Po flas kuptimin e prezantimit dhe kuptimin e ballafaqimit apo. Kuptimin e ballafaqimit. Si të vjen e vërteta me njëra ik e pavërteta. Zatën edhe kanë thënë dietarët se errësira ndodh në mungesë të dritës. Dhe jo e kundërta. Nuk është mënon për shembull se drita ndodh në mungesë të errësirës. Ja. Errësira është esenca, është baza. Andaj kur ka dritë është drita, po kur s'ka dritë ka errësirë. Ndërsa s'mund të thosh kur s'ka errësirë ka dritë. Andaj për shembull mjafton që me perëndu dielli edhe me ndodh nata. Dhe mjafton me lind dielli dhe me ik nata. Nuk ka për shembull, nuk ka proces që për shembull kur del ndonjë krizë e caktuar, dielli është për dritën, po kur del kjo errësohet, s'ka kështu atë. Largimi i diellit nuk kupton natën dhe ardhja e diellit nuk kupton ditën. Edhe në këtë xhami ku jemi për shembull, nëse i fikum dritat, çka do me automatizëm? Errësira. Pse? Për shkak se janë fik dritat. Jo pse është ndezë diçka tjetër për ta ndezë errësirën. Errësira nuk ndezet. S'ka kapacitet për të ndezë, s'ka kapacitet për mbijetuar javë. Errësira nuk ka fuqi për të mbetë tek njerëzit, është e shkurtë. Sikur Allah xhallahu ala ka thënë kur pejgamberi sa domthon i ka rënë idhujt në Qabe
i ka rënë ajetin sura Isra, kul ja'al haqqu wa zahaqa al-batil. Thuaj erdhë vërteta dhe u tret e kota. Innal batila kana zahuqa. Ka thënë Allahu azza wa jall, dije se e kota ka qenë gjithmonë e tretur. E kanë mbajt do njerëz për interesa, por as ka pas kur shtylla me mbajt. E vërteta ka shtylla, e pavërteta s'ka shtylla. E vërteta ka argumente, e pavërteta s'ka argumente. Prandaj në mungesë të dijes, çka ndodh tek njerëzit? Prapë ignoranca. Me automatizëm. Përhapet domthon nga njështra, mashtrimi. Kështu të ndrozur, Allahu xhallahu kur betohet wal leili idha yaghsha wan nahari idha tajalla, përmes se nata ka proces me ndodh. Shkon pak më ngadal, nëse dita ndodh më njëherë për shkak të fuqisë dominimi që e ka mbi atë që Allah ja ka mundsuar me ushtri dhe me mbulu për me zbulu pastaj që duket dhe për atë që duhet me pa njeriu me sytë e ballit të tij. Allahu xhallahu ala kur betohet të ndrozur në natën dhe në ditën, sikur që përmana këtu Allahu fillon mas pari me natën, ndërsa të surja Shams fillon Allahu xhallahu ala me ditën. Këtu fillim me natën, nga arsye që e kanë përmend dietarët është për treguar gjendjen reale të kurajshëve të Mekës. Jenë në errësirë, nëse Allahu betohet pastaj në dritën, për treguar se ka ardhur drita, andaj ndriçoni me këtë dritë. Dhe betimi i radhës Allahu xhallahu thotë në vijim pas Allahut, wa ma khalaqa dhakara wal untha. Këtu janë dy mundësi të kuptimit. E para, që kjo ma të ketë kuptimin e caktuar dhe të ketë një kuptim tjetër. Të betohet Allahu xhalla xhelaluhu në krijimin e natës dhe ditës. Don, nuk betohet Allahu në mashkull dhe femër, do të them, wa ma khalaqa dhakara wal untha. Dhe në atë që betohet Allah xhallahu ala në krijimin e mashkullit dhe femrës. Këtu betimi nuk është në mashkullin dhe femrën, por betimi është në krijimin e tyre, në esencën e krijimit të tyre, në origjinën dhe prejardhjen e tyre. Ose Allahu betohet në atë që ka krijuar mashkullin dhe femrën. Varësisht si e komentojmë këtë ma. Wa ma khalaqa dhakara wal untha. Disa kanë thënë lidhse, andaj thotë walladhi khalaqa dhakara wal untha. Betojmë në atë që ka krijuar mashkullin dhe femrën, betohet Allah në vetën e tij. Ndërsa disa dietar kanë thënë, qëllimi i kësaj ma nuk është lidhse, por është me karakter të infinitit, që nuk kupton wa khalqi dhakar wal untha. Betohem në krijimin e mashkullit dhe femrës. Andaj disa kanë thënë dietarë se më e afërt është betohet Allahu në krijimin e jon krijuesin, për faktin se rrjedhja e surës është betimin e natën krijes, betimin e ditën krijes dhe betimin e krijimin si krijes, jon krijuesin. Po çdo qoftë, këtu janë tri betime që Allahu te barë të betohet në to. Betimi Allahu xhallahu ala në krijimin e mashkullit dhe femrës, domethënë ka lidhje me dy betimet e para, me betimin e natës dhe ditës. Disa kanë thënë se Allahu kur betohet në mashkullin dhe femrën, në kuadër të betimit të natës dhe ditës, nuk kupton rolet e tyre. Sikur që nata dhe dita kanë rol të caktuar, ashtu mashkulli dhe femra kanë rol të caktuar. Dhe secili ka rol të veta. Ashtu sikur që nuk mundet dita me e luajtur rolin e natës, dhe nuk ka mundësi nata me e luajtur rolin e ditës, ashtu nuk ka mundësi mashkulli me luajtur rolin e femrës, e as femra rolin e mashkullit. Pastaj disa nga dietarë kanë thënë se lidhja mes betimit në natë dhe ditën në raport me mashkullin e femrën është se femra i ngjan natës e mashkulli i ngjan ditës. Jo në kuptim të asaj që është negative, por nata është simbolike qetësisë, është simbolike pushimit, është simbolike marrjes së fuqisë dhe energjisë. Ndërsa dita është energjike dhe lëvizje dinamike. Andaj mashkulli është më dinamik, më i lëvizshëm, më i gjallë, ai punon ditën, ai ekspozohet. Nata është ekspozim. Gruaja nuk është ekspozuar, gruaja duhet më rujt, jo të ekspozohet, e të dëmtohet. Prandaj gruaja ka role qetësisë, energjisë, inkurajimit, fuqëzimit, pushimit, ndërsa burri ka rolin e lëvizjes dinamikës dhe ekspozimit. Andaj këto dy janë të ndërlidhura me betimin e natës dhe betimin në ditën. Dhe pastaj gjithashtu disa dietar kanë thënë se betimin e natës dhe ditën, pastaj vazhdimësia e betimit në mashkull dhe femrën nuk kupton edhe plotësimin e njëri tjetrit. Nata e plotson ditën, dhe dita e plotson natën. Kanë role plotësuese, edhe pse janë të kundërta në natyrë. Nata s'ka të bëjë me ditën, e as dita nuk ka të bëjë me ditën, as dita nuk ka të bëjë me natën. Prandaj edhe mashkulli dhe femra janë
në aspektin e krijimit me dallime të mëdha mes vete. Mirë, po në kuptim të funksionimit janë të, domthonë plotësimit dhe bashkëpunimit të ndryshme mes vete. Prandaj ai që don me i ndu rolet e gruas dhe burrit, ai që don me i përzi këto role, është sikurse me përzi natën me ditën. Sikurse me përzi natën me ditën. Sikurse me kthy, për shembull, natën në ditë e ditën në natë. Nuk funksionon njeriu kështu apo? Nuk është gjendje e shëndetshme. Para njëri për shembull si tan ditën flan e tan natën punon, për shembull. Kjo gjendje të jashtëzakonshme, por gjendje normale e njerëzve çka është? Natën flan, ditën punojnë apo? Dhe gjithkush e respekton këtë rregull dhe në bazë të respektimit të rregull funksionon dunjaja në mënyrë të mirë. Ashtu të duhet me kuptuar çdo kush rregullin e vet. Gruaja i ka rregullat e veta, i ka obligimet e veta, e ka natyrën e saj që duhet në bazë të përshtatet dhe të punon, edhe mashti ka gjithashtu ato. E kurimi pastaj të funksionimi dhe kurimi pastaj të veprimi në këtu që Allah betohet, Allahu thot inna sa'yakum lashatta. Fjala inna sa'yakum lashatta, kjo është përgjigje në betimet. Dhe kjo është realisht boshti i betimit dhe boshti i surës. Allahu xhallahu ala thot inna sa'yakum. Çka është sa'i? Fjala sa'i është përmend disa në Kur'an të ndëruar Zot. Është përmend disa në Kur'an. Fjala sa'i nuk është sinonim i fjalës amel, do në vepër. Edhe pse edhe sa'i është një lloj vepre, por është një lloj veprimi i posaçëm, i veçantë. Sa'i është një lloj nxitimi, është një lloj vrapimi, është një lloj energjie dinamike në veprim. Andaj fjala sa'i në Kur'an të ndërmjet vjen me kuptimet e një veprimi të menduar, dinamik dhe të vazhdueshëm. Ç'ka sa'i? Do një veprim i menduar, sa'i nuk është veprim, për shembull, nuk është i afektit, i momentit, i çastit, jo. Është veprim i planifikuar, është veprim i organizuar dhe është veprim dinamik, jo i lodhshëm, i ngadalshëm. Prandaj në esencë Allahu xhallahu ala ka orientuar që jeta në këtë dunjë në disa raste sa'i tjetë nxitim, veprim dhe organizim, e disa tjetë ecje, ngadalë mos ngut se nuk di kush i pejsoj ato. Kur bie fjala për ahiretin, zakonisht bie fjala sa'i. Kur bie fjala për dunjën, zakonisht bie fjala ecje, mos ngut ato. Apo. Prandaj, për shembull Allahu xhallahu ala kur përmend xumon, çka thot? Fas'au ila dhikrillah. Nxitoni tek përmendja Allahu te barekuta. Lëni punë të dunjës apo. Kur thot Allahu xhallahu ala për dunjën, thot famshu fi manakibiha. Allah e ka kriju tokën, ecni mbi të. Nga daldale merrni mësimet e caktuar dhe punojnë në për të. Prandaj edhe dinamika e jetës njeriu duhet me ditë se ku është më e ndezur, ku është më e gjallë, ku është më aktive, ku është më ngadalshme. Sepse njerëzit i kanë përzi çështjet. Dinamika e zhvillimit të jetës tyre dhe organizimi dhe planifikimi është më tepër në punë e dunjas materiale se në punët e ahiretit dhe besimit të tyre. Andaj Allah xhallahu ala thotë inna sa'yakum lashatta. Ky angazhimi juaj, ky sa'i juaj, ky vrapimi juaj, ky veprimi juaj, thotë Allah xhallahu ala inna sa'yakum lashatta. Gjithsesi, këtu ka disa pjesa përforcuese që e përforcojnë kuptimin e këtij dallimi. Lashatta, dallojnë mes vete. Mirë, ne adim që njerëzit dallojnë mes vete. Ne adim që njerëzit dallojnë mes vete. Ju ke njerëz kanë njëjtin kapacitet, ju ke njerëz kanë njëjtin angazhim, kanë njëjtin ambicie. Çka po na ka dhënë Allahu xhallahu ala diçka këtu të re? Por është ato që na e dim. E para se dallimi mes njerëzve është mbi bazën e asaj që njerëzit për të vrapojnë dhe pastaj ata vrapojnë dhe për të nxitojnë. Çto njerëz dallojnë ato? Çto njerëz dallojnë ato? Për arsye të ndrum mas këtij ajeti Allahu xhallahu ala përmend tash rezultatin e këtij vrapimi. Prandaj Allahu xhallahu ala thotë çora, ju keni orientime të ndryshme, ju keni çësje të ndryshme, keni vrapime të lloj-llojshme, nxitime të ndryshme. Mirë, po në këtë dinamik të zhvillimit mos harroni me mendu se ku ju qënë shkjaptën. Mendo të rezultate. Shumë njerëz të ndërrullazër vrapojnë, duke vrapuar pas momentit, pas qasit, pa ndalë me mendu se ku më shpija mu kjo. Rezultati kësaj ku është?
Dhe na jemi të mësuar si besimtarë gjithmonë të kemi dy çështje me rëndësi që mes këtyre dy çështjeve është veprimi jonë. E para është e ndëlidhur me niyetin. Çfarë qëllimi ki? Për ka po e bën? Dhe pastaj që shikojmë në rezultatin e këtij veprimi. A ka dobi, a është koha, a është momenti, a është mënyra? Besimtari më gjithmonë në pasojat e veprimit të tij. Në pasojat e veprimit të tij. Prandaj njerëzit kanë angazhim të lloj-llojshëm. Dikush nga kjo derë, dikush nga kjo derë, dikush nga ky shteg, dikush nga ai shteg, lloj-llojshëm. Mirë, po ai që do të më mendon njeriu se a thu vallë ku më çon kjo punë. Rezultati ishte ku ashtu. Shumë njerëz mundon për shembull për veprimet e tyre që këtë jetë në japin, mundon e çka ku më çon mua. Në fundi ku shkon çka. Nuk përfundon, domthon tek fatkeqësisht tek shumica e njerëzve ky meditim përfundon tek barku i tyre. Ky meditim përfundon tek dunjoja e tyre. Ç'të përfundon? E që kur ata të përfundojnë, gjithçka përfundon ato. Njëri mëçum kur konstaton se rezultati i veprimit të tij, i angazhimit të tij, i përkushtimit të tij, rezultati i tij është një ngopje, një kënaqësi e përkohshme, matët mirë sa thua vallë, a ja vlen që jetën e tij njëri më qiu në këtë drejtim apo. Ose kur Allah xhallahu pastaj përmend në vijim, do të përmend dallimet mes njerëzve në vrapimet e tyre. Disa prej dietarëve kanë përmendur një çështje më rëndësishme dhe kanë thënë se me që kjo sure përmend ose boshti i kësaj sure është rezultati, është suksesi real. Se çdo njeri vrapon, çdo njeri nxiton, çdo njeri domon lëviz, çdo njeri ec, angazhohet, përpiqet, s'e bën këtë punë në forma ndryshme. Mirë, po jo të gjithë kanë sukses. Dhe fatkeqësia më e madhe është se suksesi sot zakonisht definohet mbi bazën e aspektit material ato. E Allahu xhallahu na thën këtë se suksesi nuk është tu, nuk është në marrje, por është në dhënje. Suksesi është në diçka tjetër që shumë nga njerëzit nuk e kanë të kalkuluar në kuadër të vrapimit, në kuadër të veprimit të tyre. E kjo sure ka karakter vëdësues për jetën tonë që ta riorientojmë nëse ka gabime, që ta forcojmë nëse jemi në duhur, jemi të përkushtuar të dimë për çka duhet vrapuar, për çka duhet dhënë jetën. Qëse jeta është begati e Allahut azza xal, nuk bën me hub gjithkund. Pavarësisht a bëhet fjalë për femrën apo për bashkën, të gjejmë të obliguar që të kujdesemi për jetën tonë, që të orientojmë këtë jetë ku duhet në arritjen e rezultateve të kërkuara, e që është fundi i surës. Wala sawfa yarda. Allah në fund ta, ky që do të flasë për të dhe në fund surës, ky do të jetë i kënaqur. Kush ai që në fund ka më kënaq me rezultatet e tyre ato. Sikur se Allah e ke përmendur të surja e Rrashje, li sa'yiha radiya. Çto na sunim? Li sa'yika ka përmendur në saj, li sa'yiha radiya. Ata që për shkak të angazhimit, për shkak të veprimit, për shkak të dinamikës së tyre në jetë, në fundit kanë dalë të kënaqur. Kush ai që ka dalë të kënaqur? Në fundit. Fundi nuk është dunjaja që kimë dek. Fundi është dalja për Allahut të mënduar. Njeriu që ashtu të kalkulon dhe organizon jetën e tij apo. Dhe po demi fjalës inna sa'yakum la shatta të ndozur. Fjala shatta dallon nga fjala mukhtalif. Fjala mukhtalif ikhtilaf, që keni ka ikhtilaf, ka dallim. Ikhtilaf mund të ketë mendime ndryshe për të parafërta. Nëse kur thua është shatta, nuk kupton sheti diçka diametrisht e kundërt apo. Do njerëz aq janë të kundërt, disa në këtë drejtim, disa në këtë drejtim apo. Prandaj, nëse shikojmë të përditshme, shumë njerëz që lodhen në të kotën, lodhen në përhapjen e të keqes, lodhen në përhapjen e errësirës, në luftimin e dritës, e ndriçimit e kështu me radhë. Edhe besimtarët do më pyet vetën e tij, a thu vallë, në cilën kategori jam unë? Ku të po i shërbejone? Dhe çdo veprim i unit të ndrozo duhet shumë më a thu vallë, qëndrimi jam, reagimi jam, veprimi jam, ku të shërben? Unë në këtë rast ku jam i rreshtuar, ku të po i shërbej me këtë? Rezultati i këtij veprimi ku të kam i shërbyer tek e fundit, në fund ditës kush ka më përfituar nga veprimet e mia? Kush ka më përfituar nga pasuria ime, nga shëndeti im, nga dija ime, nga jeta ime, kush përfiton në fundit? Kush? Është pyetje me rëndësi, nga se mund të ketë dallime të mëdha, edhe të mëdha, dallon me shërby Allahut edhe me shërby shejtanit apo.
Prandaj dietarët e kanë përmend deri këtu edhe një çështje më rëndësishme dhe kanë thënë se nga betimi deri te ky realitet, Allahu xhallahu i ka përmend 3 faktorë të rëndësishëm, të domosdoshëm për çdo sukses, për çdo arritje. Nëse kujdeset për to, beni Allahu xhallahu ja del ato. Çfarë është e para? E para është elementi i kohës, wal leli idha yaghsha, wan nahari idha tajalla. Nëse njëri arrin me organizu natën dhe ditën si duhet, e ka garantuar një element të rëndësishëm të suksesit. Prandaj edhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu të nderuar vëllezër, kur ka qenë në moment të vdekjes dhe tashmë ka qenë e dishme se Omeri ka marrë pas tij, Abu Bekri ka dhënë disa këshilla Omerit radiallahu ta'ala anhu. Abu Bekri, ky njeri i madh, që realisht edhe kjo sure ka zbrit për Abu Bekrin, po për këtë do të flasim me përfundimin e surës inshallah, nëse jo sot takimin e ardhshëm. Abu Bekri radiallahu anhu i ka thonë Omerit: Allahu xhallahu ala ka vepra që i kërkon ditën, mos ja dërgon natën. Allahu ka vepra që i kërkon natën, mos ja dërgon ditën atë. Organizoj ditën natën kuptim të veprimit. Se çfarë pjesë e 24 orëshit realisht i ka veprimet edhe i ka kërkesat e veta. Ai që arrin me organizu kohën e tij, natën dhe ditën e tij, me menaxhu kohën e tij, ai ka arritë të garanton një element të rëndësishëm të domosdoshëm të suksesit. Pra sa njerëz kanë kohën, s'kam kohë, kam kohë, gjithë kemi gjetën kohë. Nuk ka çështja te orët e ditës e të natës, jo, është çështja e menaxhimit i tyre, te radhitja e prioriteteve, apo tek dhënia çdo seni kohën që meriton e kështu me radhë. Nëse shpesh njerëz për shembull një aktivitet caktuar i japin kohë më shumë se që meriton, pastaj për ato të domosdoshme s'kan kohë, normal, se këtu ke dërguar shumë kohë. Në këtë najnë, këtë takim, në këtë zbavitje, në këtë dalje, këtë pushim, shumë kohë ke dhonë. Nuk i pasaj kohë për veprimet që janë serioze dhe vepra që janë bazë e rëndësishme e jetës tonë. Prandaj organizimi i kohës dhe ndarja e veprimeve në bazë të asaj që Allah ka ndarë ditën dhe natën është i domosdoshëm në sukses e çdo kujt. Në sukses e çdo kujt. Menaxhimi i kohës më rëndësishëm shumë. Çështja e dytë është elementi njeri. Elementi njeri. Pa njeri s'ka kur gjë. S'ka. Në kur në pas sukses të nërdën s'ka njerëz. S'ka kush bardh. Musa a.s. ishte në të vërtetën, Musa a.s. ishte në rrugën e dur, mirë po nuk arriti me që nuk kutësim se nuk ishte njerëz veç. Ishte në të vërtetën, pejgamberi Allahut, Allah dënte, Allah i premtoi, këti pat, gjithë i pat, veç njerëz e pat, njëri nuk e pat, nuk e mund të me qëndruar. Pejgamberi s.a.s. të ndërru dhe asgjë nga faktorët e triumfit në betejën Bedr nuk i pat. As numrin, as pregaditjen, kur s'ka pas. Se këte e ndalë me armë brezit ka ndalë, që dalë i zakonisht dhe në gjami me më falë me ta, që kështu sabet ka ndalë në Bedr atë. Për shkak se pejgamberi s.a.s. të ndërru kur ka dalë në Bedr, sahabët që kanë qenë afër kanë, kush është i gatshëm, hajde. Disa kanë njerëz se Allah, kallën e kom lidh me poshtë këtë zgjidhje, kanë s'ka me zgjidh, ti s'vjen me neve, s'ka vakt. Para që ndal, shpejt kanë dal. Në kuptim të përgatitjes për betejë, s'ka marrë as minimumin e asaj që kërkohet, për shkak se s'ka ndal për betejë. Ka ndal për me ndal karavanin, pastaj për udhën ka dal betejë, sikur që është e njohur atë. Por pse ka fituar? E ka pas njërin atë. Sahabët kanë qenë burra. Prandaj mungesa e mjeteve kompenzohet me pjekurinë e njerëzve, ndërsa mungesa e pjekurisë së njerëzve nuk kompenzohet me mjete. E sa njerëz për shembull të ndërlozur dojmë me kompenzu aspektin social që Allah e ka krijuar tek njeriu me çka? Me telefon, me video, me dalje. S'kry punë ajo. Prapimi të zbrazët, apo jashtë të ki mundësi me pas qasje në miliona për shembull njerëz takime, megjithatë nuk të përmbush as 10%, sa e na përmbush përpara për shembull me një takim në një dalje. Pse? Pse njeriu është i rëndësishëm. Prandaj këtu Allah na mëson që ta ruajmë njerin, ta ndërtojmë njerin dhe mos lejmë që ta humbim njerin për shkak të mjeteve, për shkak të dunjas, për shkak të materializmit. Nga se kur humb njeri, kurrë s'ka më ndosh absolutisht. Kurrë s'ka më ndosh. Për arsye të ndërruar edhe në kuptimin e jetës bashkëtorë, edhe në kuptimin e edukimit të fëmijëve, edhe në kuptimin e raporteve shoqërore,
duhet që të fokusohemi tek njeri, tek mashkulli, tek femra, nga se Allah betohet në krijimin e tyre. Janë faktorë i rëndësishëm i ndërtimit, pa njeri kur gjë s'bëhet. S'ka lëvizje. Ju keni pa për shembull kur kanë qenë ndalimi i lëvizjes në pandemi. Këto praktikën me qendra, me lëvizje, me aeroplane mbeten të parkuar në pistat e caktuara. Këtë mbetje pse? Pse njeri si shtapën. Posa doli njeri, këtë u aktivizuan dhe këtë lëvizjen atë. Andaj sot fatkeqësisht njerit jepet rëndësi shumë pak e vogël. Njeri është robotizuar, lëviz si robot për të punë caktuara, shërbime të caktuara, por jo ato që realisht i ka të ngarkuara si njeri, si krijesë, me emocione, me kërkesa sociale, me dhëmshëri, me ndjenja kështu me radhë. Ai na duhet me rujt njerin. Duhet me rujt njerin në ndërtimin e tij, në formimin e tij dhe në funksionimin e tij. Njeri është më rëndësi. Resurset njerëzore janë të rëndësishme shumë. Pra e të ndërruzër edhe thirrja që bëhet nga njerëz që mos më shku vend, mos më shku në vendin, nuk ka pse për shembull në kuptim të asaj se i pengon dikujt me fitu dikush më shumë që del jashtë. Larg asaj. Për shkak se sa më tepër po fitojnë diaspora jon, po kthehet elhamdulillah edhe këtu në zhvillim. Nuk po është çështje ekonomike, po mungon njëri. E kur mungon njëri, tjerat s'kan kuptim pastaj. Çdo ndërtim, çdo zhvillim mbetet i zbehur dhe i pa kuptim të për. Andaj, me rëndësi është njeri. Çdo sukses ndërtohet mbi ekzistimin e njerit, ekzistimin e krijesës së Allahut, mashkullit dhe femrës. Prandaj edhe të ndërrozur tendencat për me e rënu mashkullin dhe femrën, janë tendenca që realisht shpihen tek edhe rënimi i njerëzimit. Ku s'ka mashkull, ku s'ka femër, s'ka njerëzi. Andaj element i rëndësishëm është njeri. Dhe e treta nga element e rëndësishëm të suksesit dhe të arritjes në qëllim më madhor është inna sa'yakum, lëvizja, angazhimi, përpjekja. Këto trija na duhet koha, na duhet njeri formuar i pjekur, i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm, dhe na duhet dinamika, energjia dhe ambiciet. Këto trija nëse janë dhe orientuar ka duhet, me lenin Allah xhallahu ala nuk ka mund kur suksesi. Nuk ka mund kur suksesi. Andaj në këtë sure të ndërruar Allahu xhallahu ala përmend elementet e rëndësishme dhe faktorët e suksesit jashtë njeriut. Dhe përmend pasaj forcën e brendshme të njeriut, të cilat nëse ato aktivizohen në përputhje me këto tre faktorë të jashtëm, me lejen e Allahu xhallahu ala njeriu do të jetë në kulmin e suksesit apo. Këto tre ai përmend as janë koha, njeriu dhe veprimi dhe angazhimi. Pasi që Allah përmend këtë inna sa'yakum la shatta. Angazhimet e juaja, veprimet e juaja, punët e juaja janë të lloj-llojshme. Tash Allahu na sjell shembullin çka i bën të lloj-llojshme. Dikush mund të kupton për shembull të lloj-llojshme, dikush për shembull inxhinier, dikush mjek, dikush mësues. Jo, s'është kjo aftë. Jo, Kurani nuk i ndan njerëz në këto profile. Këta janë të kërkuar me qenë të dalluar. Nga se çdo kush e mbush një obligim, një përgjegjësi caktuar në shoqëri, një shtek që i duhet njerëzimit. Ku është problemi i dallimeve? Ku është çështja që duhet ime të kujdesshëm? E pastaj Allahu vazhdon pa treguar fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, e ata që japin. Shikoj këtu Allahu xhallahu ka përmend a'ta, pa përmendur çka japin. Japin nga pasuria tyne. Kjo është esenca e surës. Japin nga dituria tyne. Japin nga fuqia tyne për të mirën e të tjerëve. Japin. Çka do që kërkohet nga ata, japin. Këta janë me një anë, e ata tjerë janë me një anë. Fa amma man a'ta, jap. Wattaqa. Edhe këtë ka përnë Allah xhallahu takvallokun që nuk kupton. Domthon që dhënia të jetë e motivuar dhe e koordinuar dhe e orientuar në përputhje me devotshmërinë dhe frikën dhe nënshtrimin e Allahut te bareku teala. Jo çdo kush mund të jetë bujar, jo çdo kush quhet dhënës apo dordhënës, jo çdo kush. Por ai që arrin të jap e të arrin suksese duke rujt raportin me Allahun xhallahu xhelalu. Kjo është ajo që Allahu te bareku teala ka përmendur fa amma man a'ta wattaqa. Taqa ruhet.
Se dikush për shembull të ndroz mund me fitu duke shit drogë, apo ose përmes veprimtarive të ndaluara, edhe tani jep sadak, ndërton shtëpia. A është ky në drejtim i dur? Ja, se ka kusht në vetë ka. Se ka kusht në vetë ka. Duhesh me dhon, i shoqëruar me devotshmëri, i shoqëruar me besim, i shoqëruar me adhurim, që kjo është sukses. Po njëri me dhon në forma ndryshme, por të dobësuar, të zbehur devotshmërinë, nuk është ai suksesi që Kur'ani na thret ka hajap. Fiton me mashtrime, fiton me gënjeshtra. Pastaj jep nga ajo që ka fituar me bazën e martimit e gënjeshtrave. Ky sa është këto? Sa është këto? Ka se Allah spot, fema men ata kush jep, ja, fema men ata wattaqa. Edhe elementi përmbys i tretë i rëndësishëm, wa saddaqa bil husna. Saddaqa është dhe vërteton me zemrën e tij dhe me veprat e tij bil husna. Çka është husna? Husna dietar ka disa komente, po komenti përmbledhës i këtë komente është xheneti. Andaj xheneti është ai që e shtyn, xheneti është ai që e motivon, xheneti është ai që inkurajon, xheneti është ai që e frymëzon. Dhe në ruajtje të xhenetit, dhe në kërkim të xhenetit i ka të orientuara krejt veprimet e tij apo. Të gjitha veprimet e tij janë të orientuara në kërkim të xhenetit. Çka është suksesi? Çka është formula e suksesit të një muslimani, të një individ, të njeriu? Shfrytëzon kohën, i formuar si njeri, i merr sebepet vepron dhe pastaj veprimi i tij i ndërtuar në dhënje, duke e motivuar vetveten në këtë dhënje dhe duke e koordinuar këtë me devotshmëri, duke synuar gjithmonë xhenetin e kënaqësinë Allahu xhallahu ala. Çka është suksesi? Çka është suksesi? Nëse ai që për shembull këto i ka, po në fund nuk e ka saddaqa bil husna, se ka vulën e xhenetit, se ka të vulosur veprimtarinë me xhenet, çka ka kur sukses ai? Çka ka fituar ai? S'ka fituar kurrë, ka humbur. Ai ka humbur. Dhe këtu Ibn Qayyim rahimahullah të ndërmjet ka përmendur 3 forca të rëndësishme që realisht në këtë ajet është përmendur edhe krejt feja jonë ato. Fama men ata wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 të parat tham ishin të jashtme. Koha, njeriu, apo dhe veprimi dhe vrapimi dhe përkushtimi dhe angazhimi i tij. Dhe 3 janë forcat mbrëmshme që realisht ato duhet të jenë në koordinim me 3 të parat për ta prodhuar efektin e suksesit. Fama men ata, çka është fama men ata? Ata është veprim. Përmend Allahu xhallahu ala forcën e veprimit. Njeriu duhet ta ketë të organizuar dhe të orientuar si duhet forcën e veprimit, nga se çdo njeri vepron. Po kjo forcë e veprimit ku është orientuar? Ku është orientuar? Për të dëmtuar dikën, për të penguar dikën fe, për të vrarë dikën, për të plagosur dikën, për të lënduar dikën, për të përçarë dikën. Kjo forcë e veprimit ka është. Çka bën me këtë forcë veprimit? Forca e veprimit ka orientohet për të prish një familje, për të prish një shoqëri, për të prish një moral të rinis, ka është orientuar. Kjo forcë e veprimit. Çdo njeri ka këtë forcë e veprimit të integruar në veten e tij. Ajo që i mbet është orientimi i kësaj force dhe menaxhimi i saj aftë. Çka është? Se forca e veprimit këtë e projnë apo. Sikur se tha pejgamberi sa kullu nasi yaqdu. Të gjithë njerëzit dalin, do veprojnë. Fa mu'tiqu nafsi aw mubiquha. E dikush në këtë dalje e liron shpirtin e tij nga përgjegjësia duke vëdur shpëlimin, e dikush mubiquha, e dikush me këtë veprim e lidh dhe prangues vetën e tij me dënim të Allahut azza wa jalla. Prandaj e qartë. Fama men ata, forca e veprimit, dhënja, kontributi, produktiviteti janë forca të veprimit që njeriu i organizon brenda vetes tij në bazë të besimit të tij, në bazë të kërkesës madhore që është xheneti. Fama men ata wattaqa. Edhe ai që ka dëshmëri. Dëshmëria këtu është sinonimi i forcës së frenimit. Forca e frenimit. Se dëshmëria zakonisht frenim. Mos me të lënë me të kalu kufirin. Mos me të lënë që frika për Allahut azza wa jall. Do të kujdesi për llogaridhënien. Forca e frenimit. Forca e frenimit. Dhe e treta o saddaqa bil husna, forca e konfirmimit dhe vërtetimit. 3. Prandaj feja është
urdhën, është ndalesë, edhe është besim. Besojmë në diçka zbatojmë, veprojmë, dhe diçka veprojmë duke praktikosur. Çdo të rria në feja, thotë Ibn Qayyim rahimahullah. Këti ka përmendur Allahu xhallahu ala. Dhe ai që don me jetësu fen e tij, ai që don me ndërtu komplet angazhimin dhe veprimin dhe lëvizjen e tij në këtë dunjë, në shërbim të fesë tij, duhet që këto tri forca të jenë aktive në mënyrë të balancuar. Veprimi, frenimi dhe vërtetimi. Andaj shikoni vërtetimi dhe pse është i pari xheneti, e ka përmendur në fundit, gjithmonë është forcë motivuese, inkurajuese, tërheqëse besimtarit sa të lutet, të plagështohet. Çdo humbje e ekuilibrit të ndërmjet vëllezër në këtë aspekt nuk e mundson ecën normale. Për shembull, hajde po I kthehemi jetës së përditshme. Ka njerëz të cilët forcën e veprimit e kanë më aktive se forcën e frenimit. Për fal namaz, agjeron, bën punë mira, mirë po forcën e frenimit nga harami se ka shumë aktive. Prandaj e gjen, edhe pse fal namaz në harame të caktuara. Mund të jetë për shembull namazli ama lumbi gjaz. Naudhu billah. Mund të jetë për shembull edhe femër e mbuluar, mirë po në aspektin e frenimit, kuptim të ndonjë sherrri që mund ta bën, nuk është e frenuar si duhet apo. Duhet më kon balancuar edhe veprimi edhe frenimi. Këto dyja të ekuilibrohen me fuqinë e ndikimit të xhenetit mbi ne, nga se nuk mund të shkojmë në xhenet nëse njëra forcë realisht është në shpërputhje me forcën tjetër. Është në shpërputhje me forcën tjetër. Për shembull, të ndroz na e dim që njëri muslimani mund të jetë I devotshëm sa dush në kuptimin e veprimit. Po nëse dështon seriozisht në kuptimin e frenimit, dështimin në fushën e frenimit, ka më rënë komplet edhe aktivitetin në fushën e veprimit. Ku ka për këtë argument? Ka thënë pejgamberi sa ka humbur dhe ka dështuar. Apo? A dini ka thënë e të dërmë në muflis? Po a dini kush është I bankrotuar, kush I falimentuar, kush ka humb? Ka sahabët na I falimentuar ata që u më të parë. Ka dështuar tregti. Ky është, ka thënë ja, dikush tjetër. Shikoj kur e ka përmend, shikoni kjo është urtësi e madhe. Kur e ka përmend pejgamberi falimentimin, se ka përmend falimentimin në fushën e veprimit, por e ka përmend arsyeën e falimentimit në fushën e frenimit. Ka I falimentuar ata I cili vjen me namaz, me agjerim, me sadaka, don forca e veprimit ka qenë aktive. Mirë po, e ka shojt këtë, e ka lëndu këtë, e ka dhe male hadhe, e ka marrë ti pasurin, e ka vra këtë, apo? Pastaj, në mungesë të aktivizimit të duart mjaftueshëm të forcës së frenimit, I zhvlerësohen edhe punët në fushën e veprimit, apo dhe adhurimit, e pastaj duhet me la borxhe që I ka shkaktuar për shkak të mungesës së forcës së frenimit, e paguaj këtij me namaz, e paguaj këtij me zakat, e paguaj këtij me umre, e paguaj këtij me dhikr, paguaj këtij me kët, do derisa jetë s'ka kurrë. Falimenton. Ç'kjo I falimentuar apo? Pse? Pse forca e brendshme si ka ekuilibruar si duhet. Bërëndësi I raporti me Allahun xhallahu ala, pse shkel mbi kokat njerëzve, pse I bën zullum njerëzve, pse I dëmton njerëz së bërëndësi kjo. Kur'an se çfarë? Thama men ata kush jap për Allahun, wa taqa dhe ruhet nga padrejësia, ruhet nga keqbërja, ruhet nga përçarja, ruhet nga punë të këqija, ruhet. Edhe kjo është e rëndësishme, forca e frenimit. E pastaj tha Allahu xhallahu ala, wa saddaqa bil husna. E përmend në fund e vulos kët aktivizim të dy forcave të veprimit dhe frenimit çka bil husna me xhenet. Ç'ky është realisht xhenetliu. Ç'ky e ka vulin origjinale, për shkak se forcat e veprimit dhe frenimit ja kanë jap legitimitetin e vulës se ai beson xhenet. Ja kanë jap këtë legitimitet. Andaj asnjë nuk është aktiviteti I muslimanit në dëm të askujt. Nuk është asnjëherë për ta lënduar dikën kur. Dhe kjo është më rëndësishme kuptu. Andaj edhe që kanë fillim, muslimanët duhet mënu në pasojat e veprimit të tij. Nëse ti për shembull e merr këtë veprim, nëse ti për shembull e ngjall këtë çështje të caktuar, apo ku shpihet këtë temë vëllai? Ku çon këtë temë? Ka tema të caktuar që janë të fjetura dhe duhet të mbetet të fjetura për momente për shkak se nuk është kapaciteti i njerëzve I gatshëm I kuptu.
Dikur për shembull në emër të veprimit të duhur, në emër të aktivizimit të forcës së veprimit, i ngjall tema të zaktuara. Edhe thot, unë hajr kum dasht. Mirë do të ja kemi mënuar çfarë me këtë tema. Ku shpin këtë tema? Ku qen këtë tema? Kjo temë kur zgjohet, çka zgjon? A zgjon devotshmëri, a zgjon adhurim apo zgjon përçarje? Çka zgjon? Do të mënuaj që jo është me zgjuar temën, po me zimin e saj çka zgjohet apo? Çka zgjohet me zimin e saj? Andaj shikoni sa bukur ka lidhur këtë Ibn Taymi rahimullah. Kur në Damask, kur kanë hyrë tatarët, kanë qenë të frenuar, kanë qenë njerëz dalën feja ata. Kanë pi alkool shumë. Në një moment caktuar ata kanë pretenduar se janë po musliman. Po prapë kanë vazhduar me krime, kanë vazhduar me alkool. Dhe një pinzazve i ka thonë Ibn Taymi rahimullah, pse s'po ju flet me lon alkoolin? Çka, domthon, kjo alim dietar i madh. Tema e caktuar, është tema se po pinë alkool publikisht. As po flasim për këtë kohë, po flas për kohën kur tjera rrethana kanë qenë, po flas për një kohë para 700 vjeta, po kupton për çfarë kohë po flasin apo? Para shukon atë kohë Islami, që ka qenë atë kohë me fol për alkoolin, jo sikur se në kohën tonë. Por shikoni alimin, s'ka shikuar tek tema, por se ka shikuar me zgjimin e temës çka zgjohet. Ka thonë këta nëse janë të dehur, apo këta gjynojnë e kanë individual, na i mirahat. Këta me bo milon mos me pi këta në vrajnë, bëjmë punë ma të keqe, që ta deje në nga vrasja, ka që ka qenë kriminal dhe gjak për e sabër. A i të shumë minuti, nëse në gjallë të jemë caktuar, që ka ndodhë? Mund e që duke në gjallë një tim, në gjallë vrasje, në gjallë përqarje, në gjallë keqkuptime. Për ne ka unë Aliu, radiallahu ta'ala, ka thonë, haddithu nase, bima ja akhilun, falin njerëzve që ka kuptojnë, e të ridune një kedhebe Allahu wa Rasulu, apo s'podoni që njerëzit me mohu Allahun dhe pejgamberin, mos gjalli tema që njerëzit kuptojnë. Kjo s'ka bëj me çështjen e mësimeve të fesë që njerëzit duhet më mësu. Po flas për temat që dihet që njerëzit s'kan kapacitet, s'kan infrastrukturë të mjaftueshme të besimit, të edukimit, të vëdësimit, mi kuptoj temat e tilla. Prandaj ndërtojmë infrastrukturën, pastaj ndërtojmë të ndërtesën. Mos mund të ndërtojmë ndërtesë e poshtë, s'ke shtyr a e mund dheu as e mund dheu, apo do të më marrë sana, pastaj më ndërtu. Prandaj Allahu xhallahu mëson që jemi të kujdesshëm që forca e veprimit të jetë në përputhje me forcën e frenimit dhe e kundërta, dhe kjo të vulloset me gjëra të balancuara, të balancuara. Dhe të jetë të koordinuara me atë që shpihen gjatë. Pasojë ku çon kjo punë? Ku na shpije kjo? Dhe shpesh dietarët kanë folur për këtë. Kjo quhet në fikul mealat, fiku i përfundimit, fiku i fundit. Atje të shoh fiku i pasojave. Sa pasojë ka kjo është e madhshme. Do të më marr gjërat të ndrozur. Apo jetësojmë një dobi më të madhe se që kemi, apo përveç një dobi apo jetësojmë një dëm që se kemi. Çka po ndodh apo? A dietar ka thonë se largimi një dëmi, sjell dëm më të madh, s'bën me këtë dëm, leçi dëm, se na sjellin dëm më të madh. Mati këtu gjë nuk mund ta bëjë të rëndomt. Nuk mund ta bëjnë. Këtë bën njerëz me dije, njerëz të pjekur, njerëz të vetëdijshëm, të vëmendshëm. Prandaj të ndroz nuk bën ju përzi dietarën punë të tyre. Në kanar tyne, ata dinë më të mirë. Po na duhet që të besojmë se shikimin e pasoja që bën nga njerëz e besueshëm. S'po flas për njerëz që keq përdorin këtë lloj fiku për interesa caktuara, po flas për njerëz besueshëm, për dietar devotshëm, të dëshmuar me dije. Kur ata flasin për pasojat eventuale, ne duhet që të aktivizojmë forcën frenuese për të respektuar pasojën e parashikuar nga dietarët tanë që mund të jetë fatale për një grup njerëzish, për shoqërinë mbar për umetin e musliman në përgjithësi apo. Shikoni sura Lejt që ka mëson. Po ne besimin në lejt, besimin në natë, besimin në errësit, nuk lëvizim tek dita, o nahari idha tajalla. Forca e veprimit, e frenimit dhe forca e vërtetimit. Forcat që duhet ekuilibruar në bazë të dijes dhe në bazë të kuptimit të kësaj sure. Pastaj Allahu tha, kjo është një aktivitet, kjo është një rendtim, kjo është një palë. Këtë janë një palë. Pala tjetër, Allahu xhallahu pastaj thot: "Wa amma man bakhila wastagna wa kadhaba bil husna." Jo, falë se thashë, Allahu xhallahu tha fasanuyassiru lil yusra. Ai që e ka të aktivizuar forcën e veprimit, forcën e frenimit dhe të vërtetimit, fasanuyassiruhu lil yusra. Ne kena me lehtësua atij arritjen tek suksesi atë. Lehtësimi këtu të nëzëri ka disa kuptime, dyja me kryesor që ka përmend dietarët. E para, kena me lehtësu punët që e qojnë tek
lehtësimi. E dyta, kuptimi, gjithashtu është kuptim, atë e bëjmë tjetë për atë punë. Nga se ka herë për shembull ti dikujt ja lehtëson rrugën, po ai është i rënduar. Apo, sikur se Allahu xhallahu ala u lehtësoi bani Israilëve rrugën përmes rukutsin, ja u liroi, ja u lehtësoi, s'ka çmëresht. Çka tha? Udkhulu alehimul bab. Veç futuni në portë të qytetit. Fa idha dakhaltumu, po sa të futuni në portat e qytetit, keni me fitu sa të kanë me ik. Ma le çka po don. Por më ishin vetë të rënduar, me që ishin vetë të blokuar në epshet e tyne, në frikën e tyne, nuk patë mundësi të përfillin nga lehtësimet. Nuk kanë mundësi apo. Andaj të ndrozë, këtu Allah xhelal në kupton, e kemi lehtësu këtë me vepra, ma lehtë se me shku në xhenet përmes rrugës së pejgamberit nuk ka aftë. Namazi i ka lehtësuar Allah xhelal me sharime, me udhëzime, por edhe lehtësimin e kupton edhe njeriu të më lehtësu shfrytëzimin e lehtësimeve ato. Më lehtësu. Prandaj udhëzimi është dy lloje, udhëzim i njeriu dhe udhëzim i rrugës që ecë njeriu nëpër të aftën. Dy lehtësime ato. E Allah thotë fasanuyassiruhu lil-yusra. Ne kemi më lehtësu. Ai që këto forca i ballazon si duhet, i aktivizon si duhet, ai që i madh gjëra si duhet, ai që shikon pasojë si duhet, ne kemi më lehtësu atij punët e tij, kemi më lehtësu atij çështjet e tij, kemi më lehtësu atij rrugtimin e tij deri tek kënaqësia e Allahut dhe xheneti i Allahut te barekutaala. Lehtësim, kjo garant nga Allah se ka lehtësim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah e ai që wa amma man bakhil, ai cili treguohet koprac. Do të thonë e kundërta, wa amma man ata që jap ky koprac. A përshëni? Kanë këtë kundërta, his kanë bënë me të drejtë. Absolutisht. Prandaj shariati e synon dallimin. Ai që don me irnu dallimet në këtu fusha realisht don me luftu në ligj të Allahut azhël. Allah ka bëu dallim. Sikur se ka bëu dallim mes moshës dhe femrës. Ka dallim. Edhe këtu ka dallim. A ka dallim mes atij që jep, atij që sjap, ka dallim, atë njëjtë këta, barabartë. Jo s'janë njëjtë. Andaj shikoni këtu për shembull. Allahu xhallahu se ka radhitur atje dhe të njëjtën fund si e ka radhit çështjen këtu. Forca e veprimit, forca e frenimit dhe forca e vërtetimit. Kë në vendin ku duhet të jetë forca e veprimit aktive, tek ti i është vështirë sapi, është aktive forca e frenimit. Atje ku duhet me ec, ai që ti bashnalet. Që ti ku duhet me dhon, ai sjep. Që ti ku duhet me fol, ai s'fol. Apo, se forca e veprimit ai është e çakorduar, s'është e organizuar, është komplet jashtë sistemit. Andaj, u hama me mbëkhile, e kundërta. Që ky jep, e ky sjep. Mirë, pjesa e parë, fa hama me në ata, ai që jep, edhe ky që sjep, e kuptum, dhe më thonë, aspektën e përballshmërisë, ky përballtia pëtë. Mirë po, fa hama me në ata, wa teka, ai që ka dëshmëri, këtu ka dhe stagna. Istigna është njëri të ndihet i pavarur, s'kam nevojë për kërkon atë. Pse është përmend në përballje të dëshmërisë pavarësia, në kuptim të keq, negativ atë. Një lloj arrogancë. Pse është përmend? Për shkak të vëllazër, njeriu sa më tepër ka frikë Allahun te barekutaala, sa më i devotshëm e kupton realisht kush është. E kupton se s'ka ka shkon pa Allahun xhallahu ala, e kupton varfëninë që ka për Allahun te barekutaala. Dëshmëria sjell për ulje, dëshmëria sjell modesti, jo arrogancë. Ai që i devotshëm nuk i hyn në pisnall të kenë xhenem një natë. Jo, sa ai është i devotshëm, është modest, është i përkushtuar, i mjaftoi mëkatet e veta, apo prandaj arroganca dhe dëshmëria janë diametrisht të kundërta. Mendimi i njeriu se unë e moj mi dal, nga se unë kam pasuri, unë kam di, unë kam shok. Kjo qasje është shpërputhje me devotshmërinë. Prandaj në mungesë të devotshmërisë i shfaq arroganca e ertë e brendshme njëri, o stagna. Unë nuk kam e më kallëzu më zoti ku me dhonë. Apo? Se ky ka thonë femër me në ata, ky ka vepruar me bazën një udhëzuesi. Kush e ka udhëzu? Allahu azza xhelal. Dhe kush e ka udhëzu, ka ky udhëzues? Te ka dëshmëria dhe frika ndaj Allahut azza xhelal. Ky në mungesë të këtij udhëzuesi, apo e ka
nxjerr nga sistemi komplet natyrshmërinë e tij dhe njerëzimin e tij. Prandaj Allahu tha: "Wa amma man bakhil", ai që është koprac, ai që sjap nga pasuria e tij, sjap nga dija e tij, sjap nga ato që Allah e ka dhënë, sikurse ishte e përgjithshme ajo që ata jap, edhe kjo që nuk jap është e përgjithshme. Edhe pse në fokusin e temës është aspekti i pasurisë. Ostagna, diu në vetë që bëj, unë e vetë e kom fitu, e jam jashtë, apo, këto shprehje s'janë të kategorisë parë, të shprehje të kategorisë së dytë, e normal që në fund vë këtë dhe me bil husna, kështë së në vullos që do në gjenetin, kështë në gjenet shkotëm, dhe Allah gjellë ora këtë qakordim, këtë prishje të forcave të njeriut, që me to njeriu lëviz në jetësimin e qëllimeve të caktuara dhe realizimin e kërkesave të caktuara, këtë prishje të këtij sistemi Allah ka qotur të gdhib për gënjeshtrim. Ai mund unë besoj në xhenet, po veç nëse vepron ku nuk duhesh me vepru, apo nëse ndalesh ku duhet me lëviz, kjo realisht tregon që ti në çka ke besuar me Allahun. Ti ku je nis me shku kështu? Nëse ti nuk i respekton shenjat e komunikacionit, nuk respekton as shenjat e komunikacionit, nuk respekton për shembull shenjat ku është qyteti ku je nisti, thosh, apo thonë që të Prishtina, unë besoj këta që ka qenë, unë du me qitë një Prishtinë vetë, apo unë du vetë me shku me një Prishtinë, ku unë e më ne që Prishtina, së që të Prishtina, ku këta dojnë, a mund me qënjere, ku shkanë qënjere, a mund dhe nesër, unë e dashta me shku Prishtinë, la, so kjo po me që dashta ti, so kjo po me që po duone, qef po kamëne, so shkjo po me qef po du, kjo po me respektim të regullave, ka shene që njëzit ka vendosë, do me shku Prishtinë që to sheja, hen që to mirë, së shkanë, ja thërë për shkup, a më tanë, se s'narë në Prishtinë mo, është të qartë. Edhe këtu e dikush, a më tanë, do me shku në gjenet e pa nëllë shaja, Allah dhë hin djatë, hin majtë, nalë këtu, asë i shenë respektan, në fund, unë e inshallah gjenet se Allah është falës. Jo, vëllaj, kjo të gdhip, Allah, kjo është për gënjeshtrim, pe i sot për të kalzoj që të rajtje, së është e vërtet, nuk është e vërtet, çfarë gjeneti kjo, a më tanë? Çfarë gjeneti, a më tanë? Namaz jo, sadak jo, agjerim jo, besim jo, me çka me ty në gjenet më loti, me çka me të qua, a më tanë? Ne këtu në qërë qarta. Nësa aktivitetin njëriut është në shpërputhje me dhënjen, është koprac. Koprac edhe në besim, jo veç në veprim. Ka kopraci edhe në besim. Prandaj njëri që është koprac në besimin e tij, në mendimin e tij, në veprimin e tij, në sjelljen e tij, në komunikimin e tij, çysh kimë mri vëllai? Ku kimë shku vëllai? Në Allah xhallahu është i qartë. Kush bën kështu, fesenu yesiru l-usra. Kush bën kështu, fesenu yesiruhu l-usra. Këna me ja lehtësu vështërsitë, tur subhanallah. Vështërsia vështirësohet, nuk lehtësohet. Apo ja lehtësona vështërsinë. Çka nuk kupton kjo? Se ai të ndrollëzër ka treguar kooperaci. Ai ka treguar një lloj pavarësie dhe mençurie e tij, të rrallë. E ka treguar pse? Duke menduar se qështu të malet se qështu apëtëm. E që ato që aj, se kjo fesenu jesë siru, kjo sëja, është, i thënë, sinu talep gjunëra apëtëm, është sini i kërkimit apëtëm, e ka kërku lehtësimin, për i ka dalë vështërsia apëtëm. E ka kërku zgjidhjen, i ka dalë problemi. Qështu, nga se nuk mundesh me gjetë lehtësin, nuk mund me gjetë lumëturin, nuk mund me gjetë rahatin, duke njek rrugët e therrave dhe kaqupeve ndryshme, s'mundesh Allah. E pa mund s'më është. Dhe Allah xhallahu ka thonë që kjo rruga e lehtësimit, ma letë është me dhonë, se mos me dhonë, përveç ku dëminut nga epshi. Ai që është diminuar, për shembull nga imani, ai që është diminuar nga frika për Allah xhallahu ala, e ka ma letë me falë sabon, a ma letë e ka me se falë sabon. Ma të të këshyre, përsh mush me lidhë mësë më falë, o Allah lem të falëna. E shë që e ka fështirë mësë më falë, ku 100 zërë e ka me që falë. Pse? Pse aja është në rrugën që realisht lehtësimi që shtim për para. Më nësirë në të kundërtën je. Këtë forcat synë ka ana kundërt. Ti të me shku në tjetër anë, që ke boti? Ti e ke kërku lehtësimin, po e ke gjithë vështërsin. Për çfarë arsye? Nuk je orientu në orientimin e duhur, si e shku ka rruga e duhur. Kjo është e qartë. Dhe kështu Allah në mësën që të orientuim në jetën e kësaj bote. Fesuni yesiru l-usra, edhe në fund Allah përsonte, Allah thotë, wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Çka pasuri që e ke mbledh,
çka pasuri që e ke tubu, e ke grumbullu, e se ke dhonë, e se ke shpërnda, e se ke pagu, e se ke bojnë, kështë më radhë, nuk ka me të kry punë kur të redde, kur të hudhësh. Sma Allah, hudhje i ka Allah Zogjel. Qëta hudhje? Komente djetarë janë në 2 nivele, e pëse s'kanë kudhësh një me tjetërëm. E para kur të hudhët në varë. Shiko, dhe më thonë, pasuria në esencë, jep një rridlerë, në esencë, apo. Por keqpërdorimi i pasurisë e ka zhvlerësu njëri unë dhe në atë masa që gjune që në varot. Parmen e ka humbë, na nuk bojmë kështu njerëz, na e varrosim. Pa Allah, po kur të hudhesh në varë, nuk ka me të kry punë pasuria, nuk ka me të kry punë autoriteti, nuk ka me të kry punë kooperacia, s'ka me të kry punë, kur gjë. Andaj kjo ma i ka 2 kuptime. Disa ulema thonë e ka kuptimin e pyetjes. Wa ma yughni anhu malu dhe tërda. E çka i kryen punë pasuria kur të hudhet në varr? Çka të kryen punë? Çka kemi marrë me vete? Kurgjë. Ose ma thonë mohuse. Nuk e kryen punë kurgjë. Pasuria kur të hudhet në varrin e tij. S'kryen punë. Kryen punë që fama men ata, që i ka dhon ki me gjet. Wallahi që i ka dhon ki me gjet. Aja që i ke marr ka shkuaj Allah. Ka shkuar ato. Prandaj Allahu na mëson që të shikojmë në pasoja, të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm që ta synim suksesin, po përmes rrugëve të duhura të suksesit, jo përmes rrugëve të imagjinuara dhe rrugëve që epshin a qenë ka ato nga se ajo jetë është më e vështirë. Wallahi ajo jetë është më e vështirë. Dikush mendon se ata që janë në epsh, ata që janë për shembull larg namazit, larg besimit, kënaqen, i kanë jetë një vallahi. Ajo jetë e vështirësuar, ajo është jetë e komplikuar. Jeta e lehtësuar është jeta me besimin në Allah xhallahu ala, nga se është lehtë me tu, është në përputhje me mendjen, me natyrshmërinë, është në përputhje me njerëzimin komplet që Allah në te ka krijuar njeriu. Prandaj janë të lehta këto punë, por atij që Allah ka lehtësuar për shkak se e ka njeh rrugën e duhur, i ka funksionalizuar forcën e duhura dhe plus asaj i ka respektuar elementet e duhura, kohën, veten, qenin, para të gjithash, unë jam më rëndësi njeri dhe veprimin e tij e ka koordinuar në drejtimin e duhur apo. Edhe pse për këtë njeriu prap me gjitha përpjekjet e tij nuk mund të dalë pa Allahun azza jalla. Andaj Allah këtë ka vulos e ka thonë inna alena lil huda. Udhëzimi është në dorën tonë. E çfarë udhëzimi është në dorën e Allah xhallahu ala, po çfarë udhëzimi vetë Allahu çka na duhet dhe ai do të vijmë do të vazhdojmë inshallah dersën e ardhshëm. Allah na mëson që këtë forca që kemi të shëndetit, të mendjes, të pasurisë tonë, të brendshme dhe të jashtme, ti aktivizojmë dhe ti përdorim dhe funksionalizojmë në shërbim të kënaqësisë së Allahu xhallahu ala dhe arritjes së xhenetit. Na rrit Allahu xhallahu ala nga çdo shërbim i cili na dëmton dunjë dhe na sjell pasoja të mjerueshme dhe të vajtueshme ditën e gjykimit. Kaq për sonte, Zoti shpëleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman.